Shëndetje të lëshikues të nderuar. Vazhdojmë me ciklin e emisioneve me legjendat e sportit në televizionin Koha. Në krahasim me emisionet e kaluara, sonte para juve kemi një njeri I cili gjatë tërë jetës së tij ka përkrahur sportin, gjithsesi klubet e futbollit, duke filluar nga ekipi I Shkëndijës, pas rithemelimit, pastaj me themelimin e klubit të futbollit e Drita dhe sidomos me klubin e futbollit të vajzave Drita Abi, që ishte klubi I parë në rajonin e Pollogut në kategorinë e vajzave. Pra është ky Abedin Aliti, biznismeni nga fshati Bogovin. Abedin, mirë se ju gjetëm në hapësirat e kompanisë suaj këtu në Bogovin. Mirë se erdhët. Fillimisht, Abedin Aliti, apo si që njeh opinioni Abi, na thuani me disa pika të shkurta, kush është Abedin Aliti, punëtor sportiv, biznismen dhe çka jo nga fshati Bogovin. Spari përshëndes televizionin Koha, që ka ndaj kohë për të ardhur këtu te ne. Abedin Aliti është I lindur 15 nëntor 1960. Shkollën e mesme në Bogovin, fillore në Bogovin, të mesme në Tetov të makinerisë. Pa. Abi, atëherë me që nuk keni luajtur futboll aktiv në asnjë klub, mirë po keni përkrahur futbollin. Atëherë kur janë hapat e para, kur I keni filluar që të përkrahni sportin? Nga disa punëtor sportiv, sidomos nga themeluesit e klubit të futbollit Shkëndija, kemi ndëgjuar se ju keni qenë I pari I cili keni ndihmuar Shkëndijen me pajisje, me mobilje të cilët I prodhoni edhe vetë. Mirë, s'kam qenë futbolist aktiv, por e kam djeg sportin, kam luaj futbolle në për turnire, në për asaj, por s'kam qenë profesionalist, do të thotë e kam djeg kështu në stop. Sa I përket ndihmesës që e cekët, atë janë ndihmesa të vogla, kishëm pas mundësi ala dhe më shumë do t'i ndihmoj. Ndihmesa të vogla, por në momentin kur është dashur, atëherë edhe Shkëndijës, edhe ekipeve tjera, për ndryshe ashtu jam person që kam dëshirë të ndihmoj sportit më shumë. Do të thonë kjo krejt sa do pak që ka qenë ajo ndihmesë, dikush ka evidentuar dhe e mban mend dhe e përmendet si njeri I cili keni ndihmuar që nga rithemelimi I Shkëndijës. Me pavarësimin e Maqedonisë, pra nga viti 91 e deri 94-95 filloi një invazion I madh I themelimit të klubeve pothuajse në çdo vendbanim të rajonit të Pollogut, në veçanti të rajonit të Tetovës. Lidhja futbollistike e Tetovës atëherë për një kohë të shkurtë, nga një numër I vogël I klubeve, filloi të bëhet edhe si lidhje më e madhe në Maqedoni, pasi pati shumë klube. Në mesin e të cilëve u themelua edhe klubi I futbollit Bogovina e pastaj Drita. U riemrua me Drita. Atëherë, kush ishin ato themeluesit, iniciatorët për themelimin e këtij klubi? Une personalisht nuk kam qenë drejt për drejt për këtë formimin e klubit Drita, por ka pas disa persona që nuk mund t'i përmendit gjithë, nuk I mba mend gjithë. Si për shembull Veseli ka qenë arsimtari fiskulturës. Fiskulturën, Neseti ka qenë aktivist I Rametliu, po, edhe disa persona tjerë që nuk I mba mend krejt, por ka pas disa vejet e më tepër ka pas. Megjithatë ju I keni përkrah gjithë. Unë e kam përkrah dhe jam aktivizu mbas një viti ose 2 vitesh, mbas themelimit të klubit. Me riemrimin në klubit Drita. Po. Do me thënë, klubi I futbollit Drita
kur edhe Abidin Aliti Abi u kiç në ekip, ishte sezoni i ditë 1995-96, kur edhe u rritën edhe pretendimet e klubit për të kaluar nga Liga Komunale në një rang më lartë. Sa e kishit përkrahjen nga fshatarët, sa e kishit përkrahjen nga organet e lidhjes futbollistike dhe cilët ishin ato pengesa që ata i bonin atëherë? Përkrahja nga tifozët në Bugovin ka qenë shumë e madhe. Shumë nga lidhja futbollistike e Tetovës ju e dini se si ka qenë atëherë. Prej atëherë do të thotë mbas asaj filloi të ndryshon punët, por atëherë ishte pak ma ndryshe. Udhëheqin persona ju e dini edhe më mirë kush ishin ata. Megjithatë, Drita vazhdoi dhe kishte talenta shumë në Bogovinë edhe në rreth, vazhdoi me punën dhe qëllimet ishin që të shkojmë një rang më lart. Ndërkohë edhe nuk kishim edhe stadium, ndeshjet i luajshim jashtë, në Pirok, në Sedlarc, në rreth. Do të thotë, falënderit edhe ata që na kanë ndihmu për fillimin e ekipit. Të funksionon. Me siguri s'ke harru se ndeshjet derbi vërtet gjithmonë ka qenë Drita dhe Flamurtari i fshatit Sellarc. Pse ndodhi? Ka qenë edhe vitin që s'kom qenë unë aktiv aty, e kam gjek, me të vërtet ka qenë ndeshje interesant. Ku kishte rivaliteti i madh ka qenë ndërmjet dy ekipeve. 2-3.000 tifoz gjithmonë kishte. Po edhe Flamurtari ta ceki pse ka pas lojtar të mirë cilësor. Bile ju kemi ndihmu edhe juve me disa nga ato lojtarë. Cili është suksesi i parë i klubit të futbollit Drita duke drejtuar ju? Domethënë kualifikimi në Ligën e Tretë. Suksesi i parë ka qenë vitin e parë që e morëm ne me vite, nuk e di cili vit ishte, 95-96, dikun që arritëm në vendin e parë, më duket, edhe u desh të luajmë një barash në stadionin e qytetit në Tetov me ekipën e Sllatinës. Vllazërimin e Sllatinës, një ndeshje mjaft interesant, me udhëheqje me rezultat 2-0. Për fundi nuk doli ashtu si duhet. Para fundit di gabimet e portierit edhe loja përfundoi baras, udhëheqje me penallti të vazhdoje. Udhëheqim edhe me penallti, por ndodhja jo më e keqja në fund që nuk e pritte askush. Aty ishte euforia e madhe, publik ishte shumë, për ndodhja jo që ndodhi. Por ajo që nuk u arrit në atë sezon, një sezon më pas, 96-97, atëherë Drita për herë të parë arriti të kualifikohet në Ligën e Tretë. Ishte ndeshja me Vardarin e Vrvenicës dhe atë lojë fituam dhe u kualifikuam në Ligën e Tretë. Si u pritet nga organet e lidhjes futbollistike të atëhershme me kualifikimin dhe atyre organeve që ishin në Ligën e Tretë, pasi më se e di unë atëherë organet e Ligës Tretë ishin në Shkup. Po, në Shkup ishin në Shkup, por si u prit qashtu, në atë kohë si ishin kohët, qashtu si e donë të kohë atërë, si e qojshin ata dhe qashtu. Mirë, po ne ishim pa qëtër të pranojmë ata qashtu si janë. Por një gjë ose rrugtimi i ekipit Drita nuk u ndal këtu në Ligën e Tretë, por vazhdoi. Sezoni 99-2000 ishte sezon historik me sa duket, kur ekipi i Dritës arriti të kualifikohet në Ligën e dytë. Më kujtohet një ndeshje 14 mars 2001 kur nisi konflikti ndërsa Drita në stadium luante një ndeshje mjaft e rëndësishme kundër Lubotenit. Si u nditet në atë momente? Para saj ka pas një ndeshje për të kualifikuar në Ligën e dytë, ka qenë ndeshja në Strumic me ekipin e Mesnë Industrisë. Ka qenë një eufori e madhe të publiku, të vendasit,
që krejt me vetura, me autobuza u organizuan të shkojmë në Strumic, ku për fat keq Edhe ndeshje u buhëm me penalti, ashtu? Edhe ndeshje ne ishim në avantazh, 2-0 nuk e di sa ishte. U afru fundi ati dohdi ajo që nuk u deshte. Në ekip ishte edhe një futbolist mjafti njohur, që Ismail Munishi, Ismail Munishi, po, Besir Gjemaili. Edhe ajo ishte, në avantazh ishim edhe me penalti. Po ndodhja e ma e keqe se prit. Po edhe futbolistët që nga ma shumë priteshin ata dështuan. Euforia e madhe ishte, publiku ishte euforia e madhe, stadiumi ishte, ma shumë kishte publiku nga ana jonë, por ma në fund ndodhja që se do të askush. Fati nuk ishte. Mendoj se të kishim kalu që ati do ishte shumë më ndryshe. Por ajo që nuk u arrit atë sezon, një sezon më pas, u kualifikuat në ligën e dytë. Po, ka qenë sezoni mjaft i vështirë, mjaft i keq, si të them. Po, mendimin e disa klubeve në rreth që kanë qenë, ja arritëm, normal që ishte suksesi më i madh në atë kohë, se ishte problem një ekip e rrethit Tetovës të kualifikohet në ligën e dytë. Po. Ju me siguri e mbani mend si antar i Ligës së Dytë të keni zhvilluar një ndeshje balotazhi me sa duket me 11 oktobrin e Prilepit, ndeshje kjo që ndodhen shumë gjëra, ku referi është nokautuar dhe gjithësëmore nuk është ashtu prej terrenit, megjithatë ndeshja e ka përfunduar në favor të 11 oktobrit. Çka ndodhi faktikisht në atë ndeshje se para asaj, kemi pas ndeshje në 11 oktobri në Prilep, ku ekipi i Prilepit ishte pa pagesë disa taksa, nuk e di çka ishe kartonat, faktikisht u desh në ndeshje ta fitojmë me rezultat zyrtar, 0-3. Mirë, po në atë kohë ishte kryetari i futbollit të Maqedonisë. Ishte, si kishte emrin ai, nuk ka qenë ai atëherë, ai ishte vetëm antar i Këshillit Drejtues. Ka qenë i përzir atje. Llamba Arnaudov ishte kryetar, ndërsa mirë, po edhe ai përzihi aty, ishte antar i Këshillit Drejtues. Edhe dham ankesën, që e diqim situatën. U ndeshja të regjistrohet 0-3 për ne. Mirë, po, sebe pa ti, edhe shkaku i situatës, e lanë punën ashtu, mbaroj kampionati, mbasi mbaroj kampionati, një muaj e tepër, ne i lishuam lojtarët krejt, menduam se veç raam pe i rangut ditë. Mbas asaj, lidhja federata vendosi që loja me 11 oktobrin të përsëritet të luhet ballotazh në Strumic. E zgjodhen momentin kur ne ishim shkatru si ekipi, kishim lishu lojtarët edhe mendoj që ajo ishte që ne edhe pasuam atë ditë. Diskriminimi i hapët, ashtu. Po, edhe 10-0. Ndeshja që ka qenë më e vështirë në Prilep ka qenë me çat ndeshje që e përsëris, ku në brenda hinën tifozët e 11 oktobrit, e refën referin, hini ambulanca e murën të qojnë në spital, nuk e lanë të qojnë në spital, e këthejën prap të vazhdoj e lojen, po fatë mirë, ne atë lojë kemi lujë shumë mirë dhe mundshim të japëm disa gola, por rastet që ashtu nuk e linte ambienti dhe nuk ekziston të futbol atje. Ose duhet të humbeshim lojen, ose nuk do ktheheshin në bukurim. Ishte situatë e tillë që... Megjithatë, edhe pse pati shumë padrejtësi, shumë... Çdo gjë, ka pasur vetëm futboll, jo. Por drita nuk e humbi vullneti. Sërish vazhdoi të luan, domethënë në ligën e tretë, në ligën pastaj doli konkurrent, kush tjetër, klubi i futbollit Renova. Keni pasur
Po. Si keni kalu me ato ndeshjet? Nuk u dorëzohem për shkak se ne ishim një grup mjaft i mirë. Edhe do qytetarë të Bogovinës që ndihmojshin shumë. Ndërkohë u bo edhe tereni në Bogovinë. Kishte vullneti i madh, edhe nuk na jipi që ne të tërhiqishim, por vetëm të vazhdojmë. Normal, njeriu që kupton se sporti si është, ka edhe humbje edhe fitore në momente që nuk e pret. Ju përkundër shumë kritikave nga disa njerëz, asnjëherë nuk keni dorëzuar. Përkundër asaj, vullneti i madh, thash, edhe më tepër dhe më tepër edhe një grup njerëz që të cilët ndihmojshin atë, edhe ishte edhe vullneti i madh në atë kohë, edhe çashtu vazhduam, nuk u dorëzuam asnjëherë. Pas vitit 2003 ju një kohë u larguat nga klubi i futbollit Drita, por nuk u ndahet nga futbolli. Themeluam klubin e futbollit Drita Abi, futbollin e vajzave, që ishte një klub i parë në rajonin e Pollogut i futbollit për vajza. Atëherë na thoni, kush ishte iniciator për themelimin e këtij klubi? Ne ishim një dashamirë të sportit, futbollit. Edhe së rrishim pa u aktivizu dikund, edhe na shkoj në ra ndërmend që të formojmë një ekip të vajzave, ta zhvillojmë edhe futbollin e vajzave në rrethin e Pollogut. Ndër ato keni qenë edhe ju, si Shaban Sinani, keni qenë ati, do të thotë. Kryetarja e parë ka qenë Sadia Aliti. Kryetarja ka qenë Sadia Aliti, edhe ajo ka kontribuar shumë, do të thotë të jesë me vajzat, ashtu ka qenë, edhe filloi disa vite. Mirë po, sa e shifshim ne nuk ishte një organizim të mirë nga Federata e Futbollit. Futbolli femrave në atë kohë nuk përkrahja. Nuk ishte organizim si duhet. Mund t'i numërojsh 2-3 ekipe që kishin kvalitet të mirë. Shqiponja edhe Drita Abi e Drita ishte. Shembull ta marr, shkojshim një ndeshje në Demir Hisartit. Shkojsh atje, nuk ka asnjë person nuk pret aty, asnjë njeri nuk ka. Ato lopët nëpër stadium. Do të thotë organizimi i federatës ishte zero, edhe ra piku ai vullneti edhe i asaj. Megjithatë, për 4 kampionate sa ishte aktive klubi i futbollit Drita Abi, ka arritur disa suksese të mëdha. Cilat i mbani mend cilat ishin ato suksese? Pas sukseset kanë qenë gjithmonë vendi i ditë ka qenë. Për fatkeqësisht kishim një ekip të Hasanbegut, ishte me të vërtet ekip e mirë, me tradit ma shumë, me kozgjatje ma shumë shqiponjat, edhe ndryshe funksionojshin ata. Por momente historike janë edhe 2 raste ku ekipi Drita Abi ka luajtur në finale të Kupës së Maqedonisë. Po, bashkë me ato, me ekipën e shqiponjave. Do më thënë, këto janë momente historike, ashtu? Si për klubin, ashtu edhe për vetbanimin e Bogovinës. A mbani mend ndonjë lojtare e cila me të vërtetë është afirmuar dhe sot e kësaj dite përmendet se ka qenë anëtare, bëhet fjalë për 2 lojtare që aktualisht janë refere ndërkombëtare, Iva Projkovska dhe Vjolca Izairi nga Gostivari, po. A mburreni me këtë se... Po kanë qenë si futbolliste mjaft cilësore, mjaft... Iva Projkovska është njëra ndër referet më të mira në Evropë të futbollit të femrave. Edhe Vjolca ka qenë, tash nuk e di... Edhe Vjolca, po aktualisht të dhja... Edhe ajo ka qenë, po. Edhe si futbolliste, më së ndej filloi karrierën në referim. Po, dhe ajo gjithmonë të di ato vajza, gjithmonë e përmendin se karrierën më të mirë e kanë arritur gjatë angazhimit të tyre në klubin e futbollit Drita Abi. Mendoj se kanë pas kushte të mira këtu në Bogovinë, edhe ata si futbolliste kanë qenë të mira, të kualitet kanë pas shumë. Por ka pas edhe futbolliste tjera, a? Mos harrojmë Gjelani Arsanin, a? Pjot, mos i ceki me emra ka pas shumë, edhe të mira, edhe lojtare si lojtare të mira, Arbresha, shumë ka pas shumë. Më vinë keq pse ekipi u shkatërua ashtu, por nuk ishte kushte federata dhe ajo ishte shkaqu më i për të largu. Pse
i ndërpreu aktivitetet klubi i futbollit Drita Abi? Bashkë për këtë që ta thash, kushte, nuk kish federata, nuk ofronte kushte sa duhet, nuk kish ekipa cilësore tjera, vetëm TC-ka, di ekipe ka pas, Shqiponet edhe Drita Abi. Por ju sërish nuk u dorëzohat, u largua Drita Abi, sërish u kthehet te ekipi Drita. Njeriu që e don me zemër sportin, futbollin, nuk mund të largohet, aq lehet. Edhe kur arritet atë qëllimit që ja kishi vu vetës që nga themelimi i klubit. Kualifikim në elitën e futbollit të Maqedonisë së Veriut. Suksesi më i madh ka qenë, për ta them drejtën, atë vit nuk e kemi pritni që do të arrijmë atë sukses. Ashtu e filluam, ama kishim ekip mjaft cilësore, mjaft mirë, disa lojtarë që kanë luajtur një kohë gjatë bashkë. Ne as që e mendojshim se Drita mund të mbërrihet të kualifikohet në ligën e parë. Mirë po, në atë pjesën e vjeshtës, rezultatet mira, si vendas, si misafir, edhe arritëm deri diku pjesën e pranverës se ishim detiruam që përkrahim ekipën dhe për vërtet lojtarë të cilët ishin Berati Meri, Amir Aliu, Argjend Ramadani, edhe shumë të tjerë. Jeton Beqiri, edhe shumë lojtarë të mirë. Trener kush ishte atëherë? Më duket se Jeton Beqiri ka qenë. Jeton Beqiri. Po. I vajzave. Pastaj edhe i djemve. Po. Në më thënë, a ishte një sukses i jashtëzakonshëm. I vajzave ka qenë edhe Flori Masani. Po, por edhe nuk do të haruar edhe kontributin e trenerëve të mëparshëm të cilët kanë qenë. Se cili trener, se cili lojtar ka kontributin e vet atij. Derisa ishit në antar i ligës parë, sa keni pasur për krahjen e banorëve të fshatit, institucionit të komunës, institucioneve shtetërore, por edhe nga vetë federata? Të thëmë të drejtën, nuk kam qenë i kënaqur me përkrahjen e vendasve të komunës. S'kam qenë fare nuk kemi pas përkrahje atë sa duhet. Bisedojmë tash të Bogovin, ndeshjet kur luheshin në Bogovin, nuk e di a kisht 50 vet për Bogovine. Ma shumë kisht për e i rrethit se sa për e i Bogovine. Edhe nuk mund të jem i kënaqur me atë. A ka qenë në shprehje në xhelozi apo diçka tjetër? Nuk mund të paramendoj dhe nuk mund të gjikoj atë shka ka qenë, shkaqet, çfarë. Një Bogovin, një Dritë të luhet në ligën e parë të Maqedonisë, të vijë një Shkëndi, një Vardar, nuk mund të kuptoj atë, edhe sot e këtë ditë nuk mund të kuptoj. Si e përshkruani atë ndeshjen me Shkëndijën, ku për herë të parë ka pasur afër diku 5000 shikues? Më shumë, atë që mba mend, unë më shumë shikues që ka pas me Shkëndijën. Ka qenë një lojë e bukur, një lojë e mirë. Cila përfundoi me rezultat avantazhi ishte 2-0, fund për fundin e ditës. Sekondat e fundit portieri një gabim edhe di. Po në futboll ndodhin ato. Ndeshja ka qenë shumë e mirë. Tereni ka qenë shumë e mirë edhe ajo. Mbetën të kënaqur të gjithë të pranishmit. Të gjithë po. Edhe ekipet, edhe tifozët, edhe kretë. Organizimi ishte, mendoj se ka qenë fenomenal. Marë parasysh aty çfarë lojtarësh ka pas Drita, ishte ekip cilësore shumë. Atëherë ju me siguri mbani mend cilët lojtarë gjatë gjithë karrierës, gjithë kohës që ka luajtur Drita, duke filluar nga Liga Komunale deri në Ligën e parë, cilët lojtarë do të veçohen ato që të mbahen mend? Spari Amir Aliu ka qenë, mendoj për fillimi e deri në fund. Argjend Beqiri, çka që Besir Gjemaili. Argjend Ramadani mendoni. Argjend Ramadani. Besir Gjemaili, ka edhe disa tjerë, po nuk më kujtohen tash, ka shumë futbollist ka pas. Por në atë vit erdhi një zhgënjim i madh, përsëri nga ana e RFR-ve, përsëri nga organet e Federatës Futbollit të Maqedonisë, ndeshja me Euromilkin, më sa duket balotazh për mbetje në ligë. Para asaj të tregoj se shkaqet kanë qenë që në Bogovin nuk ka pas kushtet. Tereni i Bogovinës nuk i plotësonte kushtet që ndeshjet të luhen krejt në Bogovin. E mbani mend ju
deri fund të shkurtit, mund që të hish në teren të luish futboll. Mbas asaj nuk kishte shans se s'kishte drenazh. Edhe nuk mund të luaj ndeshje aty. Shumë ndeshje kemi luaj jashtë. Mendoj që shkaqet kryesore që drita herë që të luaje ballotazh për të mbetë në ligën e parë kanë qenë çato kushtet elementare. Me këto ndodhi që ndodhen në atë ndeshje me Romilkin, për herë të parë, për një kohë të gjatë, sërish pati një mbledhje me gjithë përfaqësuesit shqiptar që ishin në Federatën e Futbollit të Maqedonisë dhe përfaqësuesve të lidhjes futbollistike komunale që ndodhi në çfarë ndodhi në fakt në atë mbledhje? Disa dhanë premtime, por kur nuk i realizohen. Nuk ndodhi, mbas asaj nuk e di ditë mbledhje sa kemi mbaj. Mbas asaj nuk ndodhi kur gjë se ishin persona që mendojshin se drita i ban ato në interes të vetin apo diçka tjetër. Por mbas asaj u tregu që drita nuk i ban për interesat e veta, por përgjithësi për ekipet shqiptare. Në më thënë, ishte një dështimi mbledhjeve i personave atëre, po. Në Federatën e Futbollit të Maqedonisë. Unë e preqa ma shumë që do bëhet diçka, një organizim pak më i gjerë, por nuk ndodhi. U shgënjeve duke të kritikuar disat nga ta juve. Nuk ndodhi kur gjë edhe ngritëm dorët, mbetëm që ati ku ishtë realiteti. A ishte kjo edhe fundi i përkrahjes të abit në klubin e futbollit? Nuk e dim, duket se edhe një sezon e kam shumë mbas asaj. Shkaqet kryesore kanë qenë të tregoj drejtën shumë pak tifoz prej Bogovine. Shkaqet kryesore kanë qenë që ata, edhe kushtet. Se futbolli luhet për publikun, nuk luhet për mu, nuk duhet. Unë dhe shkoj shembull të ndjekin një ndeshjen Shkëndijin apo një ndeshje tjetër edhe dhe e kaloj atë. Mirë, po ato ishin shkaqet kryesore. Nuk mund të në Bogovinë të kish luish ligën e parë ose ligën e ditë të kish 10 vet, 20 vet prej Bogovini, prej vend. Nuk mbana jo, mendoj se. Abi, për të gjitha këto kontribute që këni dhanë për futbolin në Bogovinë, qoftë për klubin e futbollit Drita, qoftë për klubin e futbollit të vajzave Drita Abi, sa jeni vlerësuar nga institucionet, nga komuna, por edhe nga lidhja futbollistike komunale edhe Federata e Futbollit të Maqedonisë? Shumë pak, shumë pak. Cilët kanë qenë ato vlerësime më të mëdhaja? Më të mëdhaja ka qenë, i mba mend disa që kemi marrë doktorata nga gazeta Fakti një, edhe ato keni marrë me plot merit, gazeta Fakti, në fakt për herë të parë organizoi shpalljen e sportistëve shqiptar në Maqedoni. Cile u mbaj në Shkup, ati pata një dhurat, një mirënjohje ashtu, edhe vitin 2013 sërish keni pasur kur në Tetov, kur organizohet nga Liga Shqiptare e Futbollit në Austri dhe klubi futbollit dhe studenti komune e Tetovës dhe Gosivarit, edhe ati klubi futbollit Drita u shpërbye si ekip më e mirë për atë kualifikimin në Ligën e parë. Edhe të ceki nga Federata e Futbollit në Ligën e ditë kemi marrë mirënjohje si ekip ma e mirë, ma fair play. Nuk e di cili vit ishte e kemi atë në këtë stadioni ati. Nga gi vendbanim ka edhe një emër i madh i futbollit. Është ky Blerim Xhemaili, i cili ka qenë edhe antar i kombëtares zviceriane. Sa keni pas përkrahje? Burim në atë. Ju, me siguri, jo vetëm ju, por gjithë rajoni Pollogut, komune e Bukovinës, mburet me atë. Sa e ka përkra Dritën ai, dhe a vinte ndonjë herë që ta viziton ekipin e Dritës, ndonjë ndeshje, ndonjë... Shumë pak. Mendoj që ka pas mundësi shumë, por shumë pak. Ka ndihmu Dritën vetëm një sezon në ligën e parë, më duket se kotizimin, atër nuk e di sa ish kotizimin, qatë pagese ka po, më duket edhe gjëra tjera ndoshta diçka shumë pak. Veshje sportive apo topa e? Shumë pak. Nuk jam i knaqët të temat, shumë pak. Keni pritur më tepër? Kemi prit më tepër, normal. Futbolist me emën, me...
Abi, nuk do të harrojmë asnjëherë. Krahas juve, në ekip ka pas edhe disa aktivistë tjerë që gjatë gjithë kohës kanë qenë pas juve. Përmendni ato emra, kush janë? Spari ka qenë kryetari i komunës, Besnik Emshiu. Po, ai ka qenë sekretari i Ramadan Ramadani, Burhaneddin Saliu, Neset Indjeri, Sejfullahi, Ekremi, Burhaneddini Azizi, Ekrem Ramadani. Ka shumë persona që të na falin ato ndoshta edhe nuk i pronari i restoranit Godingut, po ka qenë edhe ai, Dashmiri. Ka pas shumë persona, ndoshta do një mund të harrojmë, por çfarë mund të thoni të gjithëve, atyre që i përmendet dhe atyre, po. Atyre që i përmendet dhe atyre që nuk të kujtohen atë. Çka mund të i thuash tash? Faleminderit që kanë qenë pranë meja aty, edhe nëse kanë mundësi të vazhdojnë të ndihmojnë klubin Drita, sepse funksionon ala garon në ligën e tretë. A shkon Abedin Aliti të ndjek ndeshjet e klubit futbollit Drita? Kam qenë shumë pak. Shumë pak. Nuk mund ta shiqoj ashtu. Mendoj se Drita e ka vendin në ligën e ditë. Spaku në ligën e ditë. Ka talent, ka rrethin e ka të mirë, me shkolla futbolli, ka me njanë në Pirok, në Bogovin, ka shumë shkolla futbolli që ka talent. është ketë shumë që të garoje në ligën e tretë. Duhet bëhet shmos që të kaluje në rangun e ditëbar. Ata që aktualisht e udhëheqin klubin e futbollit Drita të Bogovinës, a konsultohen ndonjëherë me ju si njeri i cili keni dhënë maksimumin për mbijetesën e klubit? Shumë pak, ndonjëherë kështu kur takohemi rrugës, rastësisht shumë pak. Shumë pak. Mirë, po faleminderit edhe ata që kanë dalë, kanë shpreh dëshirë që të ekzistojë klubi i futbollit Drita. Si ka përjetuar familja jote gjatë gjithë këtë angazhim të madh për klubin dhe për futbollin? Se ju shpeshherë jeni larguar nga puna për të arritur në ndeshje, për të përkrahur. Ka qenë rand, a desht më shumë të jesh me ekipin se sa te puna. Kom pas mungesa këtu, normal. Mirë, po ashtu ka qenë koha edhe vullneti i madh që unë të largohem të shkoj me ekipin ndonjëherë edhe çashtu. Me që jemi ka fundi i emisionit atëherë, a ke të shtojsh diçka që unë kam harruar t'ju pyes, a ndërsa opinioni vërtet duhet të di? Të shtojmë. Persona që mund të ndihmojnë sportin duhet të afrohen, ta zhvillojnë futbollin në rreth, ta shiqojnë pak më ndryshe, se sporti është gjëja më e mirë që ekziston. Shkolla dhe sporti janë njësoj, mendoj, për fëmijët tanë, për rinin tonë. A do t'ishte ky edhe mesazhi juaj drejtuar atyre që e përkrahin sportin, merren me sport dhe e ndihmojnë sportin? Po, për të gjithë. Edhe ato që nuk janë me sportin, edhe ato që ata duhet të afrohen, më shumë që kanë mundësi të afirmojnë sportin, se sportin është gjë e mirë. Atëherë Abi, ishte kënaqësi që ishit i ftuar në emisionin me legjendat e sportit në televizionin Koha. Faleminderit edhe juve që nuk i harroni personat që kanë thënë për sport. Asesi, nuk duhet të harrojmë. As juve, as edhe të tjerët. Ndërsa ju të shikues të nderuar, deri në emisionet e radhës me legjendat e sportit në televizionin Koha, natën e mirë dhe mirupafshim.